E pra të dashur miqtë e mi, pyetja që do të dërgoni tek unë është kjo. A duhet përsëri zarf të zi në shtëpi? Tani, në qoftë se ka Big Brother, që do kishte thyer rekorde me zarfa të zi, është pikërisht ky Big Brother. Do të thoni pse? Gjuha e përdorur, fjalët e përdorura, urrejtja e madhe që është bërë e banorëve, të çon të mendosh se çfarë po ndodh brenda asaj shtëpie. Duke e ditur që janë të monitoruar 24/7, duke e ditur që ndiqen nga kamerat dhe që ndiqen edhe nga mosha të ndryshme, Kristi natën e mbrëmshme, pas debatit që pati me Livian dhe pas momentit që Rogerti e lagu me ujë, i thot Rogertit nga veranda të më ruash këllqet. Do të thënë të më ruash këllqet e kuptoni se ç'do të thotë. Nuk pati ndërhyrje nga produksioni në atë moment, sepse ndoshta edhe nuk e kanë dëgjuar sepse ishin shumë zëra përmbi, por janë publiku, detektivët që në fakt dëgjojnë, kapin çdo detaj, çdo moment dhe me patjetër që e bëjnë viral. Siç duket, loja është aq e personalizuar sa që banorët janë në gjendje të bëjnë gjithçka për të intimiduar njëri tjetrin, për të kërcënuar njëri tjetrin dhe për ta bërë të ndjehet keq tjetri. Do të thënë gjuha e përdorur nga Kristi sonte siç duket do të dënohet apo do të komunikohet diçka nga vllau i madh, sepse të thuash në një media të më ruash këllqet nuk është e bukur. Më vjen keq. Pse Kristi? Sepse unë kam një bindje të jashtëzakonshme që Kristi është një djalë shumë dimensional dhe realisht më vjen shumë keq pse Kristi nuk mund që të kontrollon veten e tij, pse Kristi bën gabime kaq të vogla që dëmton imazhin e tij, dëmton vlerën e tij njerëzore dhe pse Kristi bie në nivelin që, do të thënë, të përdoren fjalë të këtilla duke mundur që të jetë një banor shumë strateg edhe shumë i dashur te publiku. Dua të marr mendimin tuaj.